tjera. Okej, atëherë pyetja e parë që ne kemi bërë temi grupit tonë të sondazhuar të qytetarëve është: a keni ndjeni se në Shqipëri është krijuar prej më shumë se 1 dekade komuniteti LGBTI? Dhe çfarë lind nga ky rezultat, Nura? Që po, ka ndjeni 40.2%, po ndërkohë 59.8% shfaqen totalisht të pa interesuar për këtë çështje. Po kjo deri diku lami, indiferenca nuk tregon intolerancë. Patjetër. Indiferenca tregon që mund ta di si çështje, po s'më intereson të merrem atë, nuk është çështje për mua. Diferencën mund ta interpretosh si të duhet. Sigurisht, është vërtet. Si intolerancë nuk e interpreton koncept statistikor është i vështirë për ta interpretuar. Po e përshkruan dot si intolerancë? Jo. Pra indiferenca, po thamë që nuk jemi intolerant. Jo, unë në fakt jam shumë, më intrigon shumë të tepër ai 40% që thot po kam ndjeni. Sepse është më i rinë mosh, ai grup pra, që ka thënë 40%, është më i rinë mosh, është më urban, më i arsimuar. Pra, ky është grupi që mund të themi që me të vërtet ka dieni dhe përdesa ka dieni është dhe interesuar pra. Këto dëna e dini ju, se ne nuk kemi si kuptojmë këtu, po ju i dini nga sondazhi. Po, nga sondazhi, po. Dhe ka logjik. Rastisht me tot, nuk di personat kush janë. Dhe ka logjik, po. Ne kemi marrë nga mosha, demografia, gjeografia, pra... Pra po u themi atyre që po na dëgjojnë, ke ky 40% janë kryesisht të rinj, janë kryesisht urban dhe kryesisht arsimuar. Apo jo? Që të kuptojmë arketipin e personit që e njeh çështjen. Ata që janë të 40% që janë më të rinj mosh, si mosh mesatare, janë më urban se sa ky 20% tjetër, dhe janë dhe më të arsimuar, nivel më të lartë arsimor, dhe këta janë ata që se të është, ky grup është që me të vërtet është interesuar për kësaj punë, po kjo nuk do të thotë se ka dieni dhe është pro i komuniteti. Po e njësi çështje. Ka çështje. Ndërkohë, po kjo pjesa e tjetër 15.4 që nuk kanë interes, nuk thjesht. Ata janë njerëz që ne jemi treguar çik diplomatik me këtë përgjigje, opsion. Pra, po dikush me mendjen e vet ta s'duhet t'ja dëgjoj emrin, fjala vjen, por ne nuk e kemi lënë këtë lloj opsioni. Pyetja jote ka pasur sens më tolerues ndaj. Për të mos thithur ndoshta një mos do plotësohet ke pyetëtorët e tjera, se ne mund vinim 4-5 opsione aty, me fjalë, edhe mund të kishte ca opsione që mund mos ishin shumë të mira për veshje. Dalim dhe